Zanati Kazanxhiut është një nga më të vjetrit dhe është afër zhdukjes. Në Kërqov këtë zeje po e mban gjallë Kosta Galimanovski, duke mos e parë vetëm si profesion, por edhe art. Së fundmi ka hapur ekspozitën e tij të tretë, e cila këtë herë përçon një histori të veçantë. Ja sam šesta generacija u familiji, znači Gena Kazanxhija, ama nekako mi je malko to. I sakam nešto plus da napravim. I сега mi dojde ideja, rekao da napravimo nešto da je plastičan prikaz na nešto što je vredno во životu. Ova je prva izložba so železo, stilski doterano, plus соодветен материјал и така на така, а то соодветен материјал е многу во наводници, затоа што не можете да најдете едноставно или во моментот немате инспирација да го направите нешто. Ideja për këtë ekspozit ka lindur pikërisht në një moment reflektimi, kur ai vuri re se nuk mundej të hidhte disa copa të vogla metali që i kishin mbetur nga punët e përditshme. Ja bi im rekao na mladите едно нешто. Секој занат е уметност. Штом го совладате занаетот, секој занат е уметност. И стоматологија е уметност, и бербер е уметност, и bilo кој друг занат е уметност. Kështu me mjeshtri dhe pasion, Kosta po e ruan gjallë jo vetëm zanatin, por edhe shpirtin prej artisti. Për të tillë si ai, Shtëpia e Kulturës në Kërqov i ka gjithmonë dyert e hapura, na tha drejtori Mazlam Osmani. Ka më së shumti nevojë është përkrahja e të gjithë artistëve, sidomos në aspektin kur ato organizojnë aktivitete të cilat nuk paguajnë bileta. Edhe atëherë ne jemi bashkëpunëtor në atë drejtim dhe ju mundsojmë me aq sa kemi mundësi ne, për shkak se thjesht këto hapësira janë krijuar për atë qëllim, që të përkrahen artistët, përkrahen talentet e ri. Ekspozita përmban punime të bëra nga mbetjet metale, bakër, bronz, hekur dhe të tjera që zakonisht përfundojnë në hekurishte, por që për Galimanovskin përbëjnë një kujtim, një fragment pune dhe një pasuri shpirtërore.